Në një lëvizje që askush nuk e priste, administrata amerikane njoftoi se do të lejojë eksportin e procesorëve super të fuqishëm H200 drejt Kinës, të shoqëruar me një tarifë 25% dhe nën kontroll të plotë të Departamentit të Tregtisë. Presidenti Donald Trump tha se vendimi u diskutua personalisht me presidentin Xi Jinping, i cili sipas tij e ka pritur pozitivisht këtë ndryshim të madh strategjik. Por çfarë është H200 dhe pse po krijon kaq shumë zhurmë? H200 është një ndër qipat më të avancuar në botë për inteligjencën artificiale. Ai përdoret për të trajnuar modele të gigantë si ChatGPT, Gemini dhe sistemet më të fuqishme të superkompjuterëve. Në thelb, H200 është motori i epokës së re së AI, një teknologji që mund të ndikojë në bizneset e mëdha, tek inovacioni e deri tek kapacitetet ushtarake të një shteti. Pikërisht për këtë arsye ky çip është ndaluar për eksport drejt Kinës. Tani SBA nuk do të heqë dorë nga kontrolli, por po ndryshon strategjinë. Çdo çip do të verifikohet në SBA përpara se të shkojë në Kinë. Vetëm klientët e aprovuar do ta marrin dhe modelet më të avancuara se H200 mbeten të ndaluara totalisht. Reagimet janë të forta. Disa politikanë amerikanë thonë se ky vendim rrezikon të forcojë industrinë e mbrojtjes kineze, por të tjerë thonë se ndalimi i plot vetëm sa do ta shtynte Pekinin të zhvillojë më shpejt teknologjinë e vet dhe do të dëmtonte kompanitë amerikane, veçanërisht Nvidian. Për tregjet, lajmi ishte bombastik. Aksionet e Nvidia u rritën menjëherë sepse rikthimi në tregun kinez mund të sjellë miliarda dollar fitime. Kjo nuk është thjesht një marrëveshje tregtare, kjo është një lëvizje gjeopolitike. SBA po përpiqet të ruajë avantazhin në inteligjencën artificiale, ndërsa Kina merr një dritare të kontrolluar teknologjie dhe kështu gara për dominimin global në AI futet në një kapitull të ri, më të ashpër, më kompleks dhe më shumë strategjik.